Dashur miq, selam aleikum. Sot është data 23 shtator i vitit 2025 dhe po e bëj këtë video nga balkoni im në Genting Highland, në sultanatin e Pahangut, Darul Makmur. Dhe këtë video po e bëj me shkas nga që jam acaruar pak më herët me një hoxhë nga Kosova me emrin Ergin Shala. Dhe këtë video po ja drejtoj Erginit, por jo vetëm Erginit, por edhe Bekir Halimit, edhe Sadullah Bajramit. Këtë video, domethënë, e lus Sadullahin, Bekirin, Erginin që mos bëhen zionist. Dikush do më thotë çka po ndodh bre Allah ile. Puna është se ka në një kohë që gjithë ummeti musliman po shikon se çfarë po bën Izraeli në Gaza, ku Netanyahu është duke vazhduar me gjenocidin e tij, edhe duke qenë që për 2 javë do vi 7 tetori, i cili përkon me 2 vjetorin e nisjes së luftës kundër të Izraelit kundër Gazës. Prej muajsh një grup hoxhallarësh vehabist vazhdojnë me propagandë e cila justifikon regjimet zioniste të lindjes mesme. E kam fjalën këtu për Jordanin, Kuvajtin, Arabinë Saudite, Emiratet Arabe etj. Etj. Sigur ju miq gjithë e dini që nga 7 tetori i vitit 2023, kur Hamasi nisi luftën me sulmin e tij spektakolar kundër Izraelit, Izraeli u kundërpërgjigj duke përdorur të gjithë makinën ushtarake amerikane dhe kryer atë që gjithë e dim, gjenocid në Gaza. Numri i të vdekurve zyrtarisht është diku te 64.000, 65.000, por studimet ndryshme pretendojnë që Izraeli mund të ketë vrarë deri 300.000 palestinez. Në këtë luftë që tani më po bën 2 vjet, Izraeli me Amerikën, me teknologjinë e tyre superiore, kanë arritur disa suksese, duke filluar që nga vrasja e presidentit të Iranit, Ebrahim Raisi, në 2024, më pas vrasja e shefit të Hamasit, Ismail Hanijes, Yahya Sinvarit, shefin e Hizbullahit, Sejid Hasan Nasrallah. Izraeli e ka shkatruar Gazën. Ka njerëz që mendojnë që Izraeli mund të ketë vrarë ndoshta edhe gjysmën e popullatës. Dhe në vitin e parë të luftës ishte, apo vitin e parë dhe edhe më mbrapa, një vit e gjysmë domethënë, i vetmi vend i botës muslimane që doli ushtarakisht dhe luftoi për Palestinën, që humbi presidentin e vet, ministrin e jashtëm, investim miliarda dollarësh etj, ishte Irani. Ne gjithë i kemi parë për shembull në për lajme dhe kudo tjetër që vendet sunite janë prikacake të tradhtare. Vende që nga Arabia Saudite, Jordania, Emiratet Arabe, në mënyrë të hapur kanë bashkëpunuar me Izraelin. Po ndërsa këto vende hipokrite, munafike, nuk kanë bërë asnjë gjë për të ardhur ndihmë palestinezëve, këto vende duke paguar agjentët e tyre, kanë bërë një propagandë të lahtarshme ku thonin që lufta që po bën Irani, Hamasi, Hizbullahi nuk është luftë për Islamin, por është luftë e Safavitëve apo e Shiitëve me Çiputët. Dhe në këtë pikë muhabarati i vehabizmit ndërkombëtar, agjenturat kuvajtiane, emiratase dhe në veçanti saudite, kanë vënë në punë agjentët e tyre, që janë hoxhallarët vendet, të cilët kanë bërë një propagandë, atë që ata dinë ta bëjnë shumë mirë, duke thënë që
Kjo luftë nuk është lufta jonë, kjo është lufta e Safavitëve me kjo është lufta e Safavitëve me zionistët, edhe neve duhet të rrimë të bëjmë se hirë, ndërsa Izraeli masakron Libanin, edhe Palestinën, edhe vret, edhe masakron njerëz.